Prokuroria e Lezhës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen penale në lidhje me ndërtimet pa leje në zonën e Ranës së Hedhun në Shëngjin, ku për këtë çështje janë marrë të pandehur 9 persona. Për 3 ish drejtuesit e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Lezhë, Gentian Malota, Artur Shabaku dhe Admir Maxhani, janë ngritur akuzat për shpërdorim detyre. Për të njëjtën akuzë do të përballen në gjykate edhe 2 ish drejtuesit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit, Kolmalaj e Flori Gjini, si dhe polici i zonës së Shëngjinit Martin Doka. I pandehur është marrë edhe ndërtuesi Pjetër Tuçi për veprat penale ndërtimi i palitshëm dhe falsifikimi vulave, stampave ose formularve, si dhe 2 inxhinierët e ndërtimit Luiza Bala dhe Hekuran Gjina për veprën penale falsifikim dokumentash. Referuar dosjes së procedimit penal numër 135 të vitit 2025, të hetuar nga prokuroria Iva Harka, është arritur të provohet se 9 personat kanë konsumuar element të veprave penale dhe tashmë do të jetë gjyqtari i seancës paraprake Lirin Bulica, i cili do të vendos për kalimin ose jo të kësaj çështjeje për gjykim. Nga hetimet e kryera rezulton se në zonën e Ranës së Hedhun është lejuar ndërtimi pa leje i një kompleksi dhe më pas ai është legalizuar në kundërshtim me ligjin.